Moti i ftohtë ditët e fundit ka nxjerrë në pas sërish nevojën për investime më të mëdha në institucionet arsimore për sigurimin e ngrohjes së nxënësve. Në një vëzhgim në disa shkolla të kryeqytetit, mjaft prej tyre kishin si zgjidhje prizat me korrent, por për shkak të rrjetit elektrik të amortizuar, edhe kjo mënyrë nuk ofron zgjidhje, pasi automatët shpesh bien. Një ndër to ishte shkolla nëntëvjeçare Jeronim Derada, ku nxënësit edhe mësuesit kishin siguruar parat për të blerë ngrohësen, e cila megjithëse ishte ndezur, sërish nxënësit rinin në klasë me xhupa. Faktikisht për të ftohtin kemi një kontribut si të gjitha klasat për ambientin ton dhe për ngrohjen e klasave tona. Është një kontribut që japin vetë nxënësit, por edhe mësuesit për zhvillimin e orës sa më mirë mësimore. Të gjitha shkollat duhet të kenë sistemin e tyre të ngrohjes, gjë e cila këtu në Shqipëri nuk ndodh, por që kontributi është i të gjithëve. I ftohti nuk krijon komoditetin e nxënësve për të mësuar, ndërsa përqendrimi është i pakët. Nxënësit shprehen se xhupi është i pandar nga ta. Fakti është pak sa e vështirë, për shkak se jemi të detyruar të rrim të gjithë me xhupa dhe është pak sa e vështirë në të shkuar edhe në gjithçka tjetër, plus që dhe përqendrimi nuk është aq maksimal për shkak të ftohtit, edhe duhet të mësosh mënyrat se si mund të rish ngrohtë edhe të punosh më mirë. Ti shpresh idetë tua më qartë. Të ngrohtë keni bler vet? Po. Kushtet janë të vështira, por mund të themi që orën e mësimit e zhvillojmë normalisht, pavarësisht se kushtet janë të vështira, siç e shikojmë dhe me materialet tona dimërore të veshjes, por që kushtet nuk janë të mjaftueshme. E njëjta situatë është edhe te shkolla nëntëvjeçare 7 Marsi, ku nxënësit gjatë orës së mësimit i gjejmë të mbledhur mbi reflektor, ndërsa drejtori jashtë kamerave u shpreh se e kaldaja ekziston, por ka pësuar defekt dhe pritet rregullimi i saj. Po kjo situatë mbetet e njëjtë edhe te shkolla Sabautin Gabrani dhe mjaft shkolla të tjera të Tiranës, ku si zgjidhje më e mirë është parë shkurtimi i orëve të mësimit.